rikthyer në studio, tashmë për të zhvilluar atë bisedën tonë të përjavshme me në fokus mirë ushqyerje, natyrisht prezantimin në të njëjtën kohë të produkteve të veçanta specifike, por që kanë pafund ndikim të shëndetshëm në organizmin tonë. Produkte që si gjithmonë i gjejmë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, ku shpjegimin më të mirë të mundshëm, pa diskutim që na e sjell Alken Çuko, mik i Vila 24, gjithashtu edhe nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranzi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit që jemi mua në studio dhe çuditërisht sot ne kemi pakës produkte. Pakës, po me vlera të mëdha. Kështu e kemi zgjedhur sot për të ju prezantuar me këto produkte që janë super ushqime dhe që kanë një funksion shumë të fortë në organizmin tonë. Kështu që jemi na të shprehem pak e saktë në këtë rast. Ju bëjnë mirë me pak fjalë. Okej. Po Alken. Okej, pak produkte në volum, por që si numër, okej, përsëri ne marrim goxha, le të themi, në një numër të konsiderueshëm, duke qenë se në Ranzi ofron alternativa nga më të shumtat, madje ende mund të bëjmë edhe 100 emisione të tjera dhe përsëri nuk do mbarojnë. Është një temë interesante në fakt, sepse janë produkte, le të themi, deri diku interesante dhe në përdorimin e tyre, por edhe në vlerat ushqyese dhe funksionalitetin që kanë. Dhe prandaj jo më kodun e kam rreshtuar në një farë mënyre në këtë formë, duke nisur me hudhrën e zezë. Hudhra e zezë është pikërisht është shumë interesante në fakt. Pra nuk është native vetë ngjyra e zezë dhe hudhrës, sepse hudhra ka ngjyrën e bardhë në gjendjen e saj normale, autentike, por ndodh një proces i cili ne ndonjëherë referohemi si fermentim, e cila nuk është fermentim në fakt, por është një proces që quhet arrestim enzimatik. Pra është një lloj si procesi i kalimit nga çaji jeshil në çajin e zi, ku disa enzima marrin pjesë në sajt e temperaturës, në sajt të lagështisë të caktuar, dhe kozgjatja detyrimisht, e cila konverton disa substanca, disa element në ngjyrë karameli deri në ngjyrën e zezë që ka kjo trajt në këtë moment. Që është si saj reaksionit më i lartë. Dhe në krahasim nga hudhra normale nuk absolutisht të njëjtën erë. Pra nëse hudhra e freskët apo ajo pluhur ka të erën karakteristike që është alicina, që është gjithashtu një antioksidant shumë i fuqishëm, në rastin e hudhrës së zezë ajo nuk ekziston, por ekziston në një formë tjetër, së alicistein, që është edhe më përthishme nga ne. Dhe hudhra e zezë nga ana tjetër është çfarë marrim nga kjo? Është një antioksidues shumë i fuqishëm, një antiinflamator shumë i fuqishëm, mbron shumë degradimin qelizor, por edhe shërben si edhe një anti-aging. Gjithashtu për sa i përket shëndetit kardiovaskular, ajo ndihmon tepër në le të themi relaksimin e kapilarëve të gjakut, por gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit. Dhe për shëndetin gastrointestinal ajo është shumë interesante për shkak të përmbajtjes së inulinës, por gjithashtu edhe për sistemin urinar dhe për shëndetin e mëlçisë, që është një filtruese shumë e mirë e toksinave tona, por hudhra e zezë e ndihmon këtë proces. Gjithashtu është një element shtesë i cili ne mund ta përdorim për shkak të shijes së veçantë që ka në regjime të ndryshme ushqimore, në kombinime të ndryshme. Vazhdoj me makën e bardhë dhe me makën e kuqes edhe koha. Po, fluturon, e dim, po. Maka e bardhë dhe maka e kuqe që janë pikërisht dy paketimet e reja nga Neranzi. Janë, le të themi, kategorizohen si super ushqime. Në fakt, në mënyrë tradicionale, rreth 2000 vite dhe interesante se përkon 2000 vite më para, por edhe maka rritet rreth 2000 metra mbi lartësinë e detit në Andet e Perus. Është një, le të themi, është një produkt goxha interesante, e cila më përpara është përdorur për problemet respiratore dhe shumë e mirë për imunitetin. Por vitet e fundit, studime të ndryshme dhe volantime kanë treguar dhe japin më tepër fokus për shëndetin seksual. Pra, maka e kuqe dhe maka e bardhë, e kuqe sidomos për gratë, e cila ndihmon shumë në paramenopauzë gjatë periudhës së menopauzës, por dhe maka e bardhë që përveç se ndihmon shëndetin seksual dhe imunitetin, por edhe nivelet e energjisë. Dhe në vitin 2002 dhe 2008 janë bërë disa studime ku kanë treguar se është rritur dëshira seksuale, ndërsa në vitin 2020 studime kanë treguar se konsumimi i rreth 3 gram makat të bardhë dhe makat të kuqe për një periudhë 12 javore ka rritur dhe volumin e spermës tek meshkujt, që ndihmon dhe në fertilitet. Po, në të po mendoja për personat që kanë probleme të tilla. Ka akoma studime të tjera që kryen për makën e bardhë dhe për makën e kuqe, por vitet e fundit
për këtë punë është bërë famoze, kështu që është gjithashtu një stimulues shumë i mirë energjisë, por nga ana tjetër ndihmon edhe në shëndetin le të themi seksual. E kuptoj. Gjithashtu kemi një super ushqim tjetër që është Lion's Mane. Aha. Çfarë është? Nga vetë emri Lion's Mane. Nëse përkthehet si krifa e luanit. Domethënë ajo mjekra e cila nuk ka të bëjë me atë në fakt, por është një kërpudh që imiton dhe ngjason. Ngjason në pamje. Po, ngjason në pamje. Dhe është një super ushqim, është një kërpudh funksionale që zakonisht përdoret për imunitet, por jo vetëm për këtë. Lion's Mane është përdorur për të trajtuar dhe për të kuruar sëmundjet si Alzheimer apo dhe Parkinsoni. Vërtet. Po. Duke qenë se shkenca ende ka, le të themi, në fokus studimi mënyrën se si produkte të ndryshme apo elemente të ndryshëm depërtojnë membranën gjak-tru, sepse imagjinojmë domethënë trurin si një labirint i shumt ku kemi kapilar të ndryshëm gjaku. Detyrimisht këto kapilar janë në kontakt me trurin tonë. Por, jo çdo element që ne konsumojmë arrin të depërtoj këtë membran, le të themi këtë stres. Por elementet caktuar, pra të biodisponueshëm, por edhe elementet cilët ndodhen te krifa e luanit apo te Lion's Mane, kjo kërpudh le të themi funksionale, arrin të depërtojnë duke ndikuar edhe në NGF. NGF është nerve growth factor, pra faktori rritës nervor që do të thotë ndikon dhe në formimin e qelizave të reja nervore, duke suportuar gjithashtu edhe funksionin kognitiv. Kjo detyrimisht e pasuar shkak pasoj, si çdo produkt tjetër, duke ndikuar edhe në nivelet e stresit, nivelet e depresionit, duke balancuar edhe hormonet, duke qenë se ka një korelacion domethënë drejt për drejt ndërmjet mënyrën se si ne ndërtojmë qelizat nervore, por edhe hormoneve tona. Që lidhet edhe me boshtin gut-brain, pra zor-tru. Po, që ne kemi shpjeguar disa herë dhe për rëndësinë që kanë të dyja së bashku. Po, kalojmë të prezantojmë një tjetër produkt ose disa, nëse kemi ndjes në grup. Produkti tjetër është sumaku, është një erëz që ne nuk para kemi përmendur, madje është hera e parë që e sjellim në emision. Sumak. Po, sumak. Si shumë erëzat e tjera që në Rëndzika, madje emisionin e radhës mund ta bëjmë vetëm me erëzat që nuk e kemi përmendur. Kemi thënë do flasim për erëzat, kemi thënë do flasim për kripra, po ka i shumë sa që ne nuk dimë se si ti ndërtojmë edhe këtë zgjedhim përpara. Dhe sumaku është një prej tyre. Sumaku në fakt është një erëz në formë kokre, në ngjyrë rubini, shumë intensive, e cila bluhet. Sumaku më përpara është përdorur për efektet e veta antibakteriale, antiinflamatore, antioksiduese etj. Por ka një veçanti sepse ndihmon shumë në relaksimin e muskujve, sidomos të spazmeve muskulare. Për shembull, atletë të ndryshëm gjatë seancave servitore apo edhe ne vetë kur kryejmë një aktivitet fizik, qoftë fizik apo dhe intelektual kur vendosim në punë mendjen, le themi mekanizmi normal dhe gjëja le themi që ndodh në muskujt tanë është prodhimi i acidit laktik. Pra ne shpenzojmë energji, prodhojmë acid laktik. Acidi laktik në thonjza është një lloj helmi për muskujt tanë që na lodh, na bën të ndihemi të lodhur, por edhe le themi na dhëmbin deri në një farë pike. Dhe sumaku si një erëz ka atë aftësinë për të minimizuar këto nivelet e acidit laktik në muskuj. Një produkt i cili në mënyrë origjinale dhe autentike realizon këtë për shkak të komponimeve të veta funksionale që ai përmban brenda. Në krahasim nga suplementet industriale që në esencë është ekstraktimi, pra nëse e shohim, ta marr përsëri, nëse e shohim sumakun që është pra formë pluhuri. Po, është e dukshme. Pra është një formë pluhuri, imagjinojmë tani që këtë produkt ne ta marrim, ta kalojmë, në një formë të thjeshtë, le ta themi, ta kalojmë në alkool. Pra alkooli natyral të denatyruar që ne blejmë në farmaci, supozojmë. Ka solventë të tjerë, por që le të themi alkool. Po, për një shpjegim të kuptueshëm. Pra, le ta hollojmë në alkool, le ta lëmë aty të qëndrojë, pastaj ta filtrojmë, më pas ta avullojmë, më pas ta kalojmë në një solvent tjetër, më pas ta kalojmë në zierje, në avullim, në distillim etj. Që të marrim ekstraktin e sumakut. Në 100 procese. Po, që në këtë formë ne e marrim në mënyrë natyrale dhe nuk kemi nevojë për suplemente të tjera, sepse shpesh kemi më të thjeshtë për të shkuar drejt produkteve pluhur konvencionale që na e bëjnë të dukesin më e lehtë çështja, por që në fakt nuk është më e lehtë. Në 2 minuta e kohë, dua të më përmbledhësh shishkat e dërim të goxhiberi. Goxhiberi është shumë interesant, është një super ushqim
është një lloj fruti i cili është i paketuar me një sasi goxha të konsiderueshme të luteinës dhe zeaksantinës. Janë dy elementë që kontribuojnë mjaft mirë në degradimin makular. Degradimi makular praktikisht është faza afër verbërisë. Pra, shëndeti i syrit varet shumë nga konsumimi i produkteve të cilat e përmirëson atë. Goxhi beri ka vërtetuar që gjatë konsumimit të tij rreth 1 deri në 2 lugë gjelle në ditë, të thatë, frut të thatë në këtë rast, e ka përmirësuar shëndetin e syve deri në fazën 25%. Dhe madje janë të publikuara në librarinë ndërkombëtare të mjekësisë. Janë studimet të sakta edhe të publikuara. Vaj karotës... I marrim të treja një herësh? Po. Okej. Vaj karotës, vaj kamomilit dhe vaj farave të kërpit. Atëherë, vaj karotës që përsërisi goxhi beri është i pasur me luteinë dhe zeaksantin, por përveç këtyre është i pasur dhe me beta-karoten dhe pikërisht prandaj ka këtë ngjyrë dhe shumë i mirë për lëkurën, është shumë i mirë për flokët, është shumë i mirë dhe si një, le të themi, produkt i shëndetshëm për të bërë tanin, pra për të marrë atë nxjerrje natyrale, për të mos përdorur produktet e tjera. Vaj farave të kërpit, që gjithashtu është një element shumë i rëndësishëm për shëndetin mendor, sidomos për depresionin edhe stresin, duke qenë se ka element relaksues, dhe vaj kamomilit, që përsëri ne e dim kamomilin sa i famshëm është, që ka efekte qetësuese. që ndihmon në qetësimin dhe relaksimin. Nëse na thua dot me 3 fjalë. Vaj kokosit. Ndihmon në dobësim, antibakterial i fuqishëm dhe një element i shkëlqyer për ta integruar në dietë. Edhe për lëkurën, edhe për flokët, dhe për pjesën estetike. Atëherë, mund të thëmë 35 gjëra të ndryshme për vajin e kokosit. Jo, me qënë se e njohim edhe për këtë. Por mund të përdoret dhe për dhëmbët, për zbardhjen e dhëmbëve, duke bërë oil pulling, pra ky, le të themi, gargari në thonjza, duke e kaluar dhe qarkulluar vajin e kokosit në dhëmbë, në këtë mënyrë e zbardhin, por ndihmon edhe shumë mirë infeksione bakteriale, sidomos Helicobacter pylori, që është një nga ato bakteret kryesore që na krijon diskomforte, sidomos në Elken, faleminderit shumë. Shumë kurioze të gjitha, por më shumë informacione duhet të lidhemi me ty, duhet lidhemi me Neranzin për të marrë përgjigje të tjera, ama siguroni të merrni produktet e duhura, sepse në treg ka shumë, marr shembull nga vaji i kokosit, por ndërkohë duhet të gjeni vendin e duhur për t'i marrë sepse shpesh dhe abuzohet. Faleminderit që ishe në studio. Kënaqësi si gjithmonë. Ditë mbar të kesh. Shkojmë në mbylljen e emisionit edhe për sot, nesër në orën 9 ju pres përsëri në Villa 24. Paçi një ditë mbar.